Për arsye që ata po thonë që opozita i ka shërby vetëvendosjes duke mos e nguc, duke mos bë opozitë si duhet, nuk e u fuqizu kurtin pushtet. Për arsye që unë debatoj me origjinalin, nuk debatoj me kopjen e originalit. Kjo është arsye pse absolutisht po, asnjë arsye tjetër. Nëse unë kisha pas frikë prej debatit, unë nuk kisha dol dje. Dje kam pas mundësinë me u ballafaqu, dje i pyeta, i thash, edhe ju thash që ju ka pagu lëvizja vetëvendosje për me ardhë këto, ju ka pagu lëvizja vetëvendosje për me sulmu lidhjen demokratike. Çu fakton çto? Për arsye që frika kryesore e lëvizjes vetëvendosje është rritja e lidhjes demokratike të Kosovës. Kjo ju ka dol prej kontrollës, edhe për arsye që ju ka dol prej kontrollës, sot eskaloj edhe njeriu i dytë i lëvizjes vetëvendosje duke ulshu në sulmet më të ulta, më banale ndaj presidentës së Republikës së Kosovës, zonjës Vjosa Osmani, ku ju drejtu me termin frizerk. Një profesion fisnik të cilët e bojnë gratë e ndershme të Republikës. Në zamër, dikush tjetër e tha aty, ju drejtua paka shumë me këtë emër, pastaj ai e nisi një fjali, po videoja ke e shkëputur, nuk e di nëse e ka pas me të vërtet për ato, se ka thonë unë e kam por videon e plot, ishte e postu me video e plot, e ka pikrisht për presidentën zonja Osmani. E tash, kur i kemi ne hym në profil të Vjosa Osmanit, edhe i shumë i qindra komente frizerka, edhe del njeriu i dytë më i rëndësishëm i lëvizjes vetëvendosje, edhe i referohet me pikrisht me qatë term që jënë komentet, kjo na bën neve me dyshu që krejt qëtu profilet fake, krejt që kjo propaganda, linqimet, AI, montajat, jënë të dirigjune prej zyrtarëve të lartë të lëvizjes vetëvendosje. E kemi për shembull një profil është Jona Qitoku në Facebook, e cila ka mira followers ndjekës në Facebook. Është fake account, është profil fals. Ajo tërditën poston lojme të rrame, poston fotografi të montuara me AI, kur ka tubime lëvizja vetëvendosje. Ajo hyn live për rendit të parë të ulseve. Ajo i afrohet Albin Kurtit, i cili i ka një 5 gjipa, e i cili i ka një 30 bodyguarda, i ofrohet edhe gjiron live gjatë fjalimit 1 metër, 2 metër largësi. Do me thonë, krejt këtu sulme. Admini, ose absolutisht kush qëndron prapa saj është dikush